Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar, me të emisionin Med Plus me mbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Për fat të mirë tonin, ne kemi mjek të rinj apo gjenerata të reja të mjekëve të cilët shkëlqejnë me punën e tyre jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende tjera. Sonte kom kënaqësinë që të kem mysafir në emisionin ton doktor Vigan Roka, oftalmolog i cili jeton shpresoj përkohësisht dhe punon në Gjermani. Mirëmbrëma doktor dhe mirë se erdhët në vendin e juaj dhe në emisionin Med Plus. Mirëmbrëma, faleminderit. Doktore, përmenda që ju punoni në Gjermani, kisha pas dëshirë për publikun të na tregoni, të na bëni një prezantim të shkurtër të juaj. Po, unë studimet i kam kryer në Prishtinë. Në vitin 2014 kam filluar me specializim në Gjermani. Kam kryer specializim në klinikën Detmold, që 3 vite punoj në klinikë tjetër në një qytet në Recklinghausen. Aty jam angazhuar. Doktor, sipas informatave që kemi, ju jeni shumë të angazhuar dhe deri më tani i keni bërë rreth 5000 operacione të syrit. Na tregoni se si keni arrit këtë numër dhe si është përvoja? Po, ky numër është arrit sepse problematika e syve është e atakon gati çdo person, sidomos katarakta është një gjendje që paraqitet secili person me kalimin e moshës, vetëm duhet me jetu mjaftueshëm për me të zhvilluar katarakta. Mirë po punoj edhe me kirurgji vitroretinale. Masa pacientave është e madhe, kërkesa është shumë e madhe dhe me kalimin e viteve u arrit deri te kjo shifër. Kryesisht 1000 ose mbi 1000 operacione në vit në vitet e fundit në kemi kryer. E qartë. Doktor, na kemi pas kolegë të juaj shumë në emisionin Med Plus, të thotë oftalmolog. Kemi folur për tema të ndryshme, por unë kisha pas dëshirë përmendën kirurgjinë e syrit dhe kisha pas dëshirë me ju të flasim pak më shumë në këtë aspekt. Atëherë, doktor, para se të fillojmë të flasim për kirurgjinë e retinës dhe në përgjithësi kirurgjinë e syrit, kisha pas dëshirë nga regjia që na prezanton foton numrin 1, ta shohim se si duket syri normal apo strukturat normale të syrit që publiku ta kupton për çka do të flasim atuti. Po, në pjesën e pasme me ngjyrë të verdhë është retina. Kjo pjesa nervore e syrit e cila pranon dritën edhe shndron në impuls elektrik të pranueshëm për trurin. Pjesa ndërmjet retinës, pra pjesës verdhë dhe lensit që është me ngjyrë të bardhë ose të kaltër të qeltë, kur shkon vitreous humor, kjo është pjesa e trupit shëlqor, edhe kjo është ai substanca si gell që mbush syrin ton edhe ja mban formën. Kirurgjia vitroretinale është kirurgjia cila mirret me këtë pjesë, për shembull, trupin qelqor edhe me retinën. E qartë. Tash po flasim për kirurgjinë e retinës. Po. Kirurgjia e retinës, siç thash, pra është kirurgji e pjesës pasme të syrit, një shtresa më ndjeshme e syrit, sepse janë inde nervore dhe të cilat shumë lehtë dëmtohen. Arsyet për të cilat kjo kirurgji aplikohet janë të ndryshme, ka sëmundje të shumta të cilat trajtohen me këtë mënyrë, duke filluar prej gjakderdhjeve që mundin me ndodhen në trupin qelqor, të cilat e bllokojnë kalimin e dritës në retinë, edhe shkaktojnë një vërbim, që nëse nuk trajtohet nga një edhe i përhershëm. Shkolitja e retinës është një për problemeve shumë madhore, cila nëse nuk trajtohet çon në vërbim, edhe nëse trajtohet dikur shumë vonë nuk ka më pas sukses, edhe nëse ka sukses operacioni nuk kish më pas në aspektin funksional sukses. Përdoret te pacientat diabetik
të ashtu quajtur retinopati diabetike, të cilat janë gjendje të smundjes syrit si pasojë e diabetit. Përdoret disa të ashtu quajtura membrana epiretinale, të cilat zhvillohen mbi retinë edhe shkaktojnë një deformim të pamurit. Ka raste kur krijohen vrima në mes të retinës në qendër, në pjesën me të cilën ne fiksojmë ose shohim ose shikojmë në mënyrë në më të mprehtë me atë pjesë, kur krijohet atë një vrim, bën shikimi në mënyrë rapide, bën në 5%, 10% ose edhe më pak. Këto janë problematikat kryesore ose në rastet të infeksioneve të rënda, në rastet të endoftalmiteve, nevojit dhe trajtime me kirurgji vitroretinale. E qartë, flasim pak për ecurinë e procedurës edhe ju keni sjell 2 video nëse s'gaboj lidhur me këtë temë, të flasim për si zhvillohet procedura. Kërkojmë video një nga regjia. Pra dhe një vizualizim i trupit qelçor, pjesa aty. Operacioni quhet vitrektomi, bëhet me anestezion, fiksohen kapakt, futen këto të ashtu quajtur trokar, përmes instrumenteve bëhet sparë largimi i trupit qelçor, kësaj substance si gel, për me pas qasin e retinës, se pa largu nuk ka mundësi me arrit me instrumente deri te retina. Mandej në bazë të problematikës që është gjellet metodat qysh duhet të bëhet operacioni. Thash që bëhet me anestezion, pra operimi mund më bë me anestezion përgjithshëm ose me anestezion lokal. Anestezioni përgjithshëm ka pacienta që preferojnë se kanë frikë dhe dojnë mësë më përjetu për gjogjat operacionit. Mirë, po ekziston edhe mundësia më bë me anestezion lokal, me një injekcion, cili bëhet afër syrit, pihen strukturat përreth syrit, kurse vetë operacioni nuk është i padhimshëm, nuk ka dhimbje. Faleminderit për përgjigjen, doktor Vigant. Tash flasim pak për kozgjatjen e mesatare, kozgjatjen e kirurgjisë edhe efektet anësore, eventualisht komplikimet. Kozgjatjet janë të ndryshme, edhe këtu varësisht për problemit që e trajton. Ka raste për shembull një gjakderdhje thjeshtë e trupit qelçor, zgjat operacioni 15 ose 20 minuta. Nëse nuk ka probleme tjera në retinë, nëse vetëm trupi qelçor duhet largohet, kish me qenë një procedurë relativisht të shpejtë. Kur ka nevojë mu largu një membranë epiretinale, prak nevojit 20-30 minuta ose pak më gjatë. Kur kemi probleme tjera si retinopati diabetike ose shkëlitja e retinës, atëherë në ato raste shkojnë operacionet 1 orë, mund më ndodh 2 orë, raste ekstreme edhe më shumë. Varet mund me pas komplikime edhe intraoperative. Shumë ka pas raste kur kemi pas gjakderdhje operacioni më të gjatë që më ka dashur mi bëu në 4 orë. Mas 2 orë operim ka ndodhur një gjakderdhje e madhe në retinë, do të një shkëlitje e retinës. Dash me fillu mi trajtu tash problemin e dytë që ka lind gjatë operacionit. Kështu që është edhe vështirë mi parashiku para operacionit, ti mundesh me ditë në princip sa mund më ndodh me zgat një operacion. Mirë po nuk ka nej saktësi të madhe kjo punë, se nuk dihet që shkon edhe procedura, edhe pse një të vrajsh dhe din. Duhet me kuptu edhe ne gjithë se komplikimet në miksi ndodhin kudo, jo vetëm në Kosovë. Duhet me kuptu që komplikimet nuk janë gabimet mjekëve. Duhet me ditë që komplikimet janë senë që ndodhin që një literaturën. Ekzistojnë edhe komplikimet si pasojë punës mjekut, gabimeve, që edhe ato janë normale, dikur ndodhin, po ka disa ndryshime që ndodhin që janë të papritshme për ty. E qartë, e keni sjellë edhe një video 2 ju lut në regjia. E kisha pas dëshirë ta komentojmë, kjo është një punë që keni kryu? Po, kjo është një prej temave që nuk i përmenda, është një gjakderdhje nën retinë, nën regionin makular, pra pjesën me të cilën na shohim, edhe pjesa më e rëndësishme të retinës për të pamërin tonë. Nëse ndodh një gjakderdhje e tillë, atëherë ndodh një vërbim i papritur i pacientit. Edhe në moment fillon mos me pa me atë sy.
edhe afatet kohore për mu realizu një operim i tillë, për mu trajtu kjo problematik, janë rezultatet më të mira në brenda javës parë. Po edhe sa më herët që kryhet në qenë edhe ditën e parë, se orët e para kish më kohën më mirë. Këto është një rast ku jipet një medikament për mi shkrijat koagull gjakut, mi tret edhe pastaj bëhet thithja gjakut dhe largohet në periferi. Po për çdo orë që kalon, për shembull në këtë rast, çdo orë që kalon ndodhin dëmtime të pakthyeshme të syrit. Për ata është më rëndësi, nëse kalojnë 2 javë, mundu mu tentu më operu, po nëse kalojnë 4 javë, gati që nuk ja vlen më operu. Po e njëjta vlen edhe për shkolitjet e retinës. Çdo shkolitje e retinës që trajtohet në 2 ditë të para, ka mi pas rezultatet shumë më të mira, sidomos nëse është shkolit edhe makulla, se nëse në shkolit vetëm pjesë periferike, nuk kanë aq të pamë të prehtë, edhe ndryshimet që ndodhin në ato pjesë nuk muajmë mi përjetu në asnjëherë shumë. Mirë po nëse ndodhin qendër shkolitja e retinës, përfshihet edhe qendra, atëherë është shumë mirë kur sa më shpejt ndodh trajtimi. Doktore, përmendet disa shkolitjen e retinës, besoj që konsiderohet si emergjencë në oftalmologji. Na tregoni për publikun se cilat janë ato simptomat të cilat neve na shtyn të kërkojmë ndihmë. Simptomat për cilat pacientët duhet mu, nuk që thonë mu shqetësu, po i qdo është mu kujdes pak ma shumë, është kur njerëz qojnë pikat zeza të cilat ma herët nuk i kanë pa. Kur në moment fillojnë me të paraqit disa njolla të zeza të cilat kryesisht janë të pranishme kur prapavia për shembull është e bardhë ose e ndritshme, mirë po të cilat nuk largohen, edhe të cilat janë më ndryshe se shpesh shohin njerëz pika të zeza pak kur e shikojnë qiellin. Po jo, këto duhet me zakonisht vrejen kur është ambienti i ndritshëm. Se nëse janë në errësirë nuk i vrejnë. Mirë po çka mund më vrejt në errësirë janë për shembull disa shkëndija. Këto janë shenjat që për trupit qelçor është tuk ndodhi trakcion, një tërheqje e retinës, edhe në këtë mënyrë mund me ndodh vrima ose shqyrje në retinë. Kur nëse shqyret retina, hapet rruga për më fut langu prej hapësirës trupit qelçor më fut në retinë. Edhe kur ky proces fillon, atëherë gati që nuk ka ndalje edhe shkolit retinë. Nëse njerëz i kanë këto ankesa ose këto simptoma, gjithë ju kisha preferu që mënyrë të shpejt brenda ditëve të para që i kanë këto ankesa. Nëse është edhe në atë ditë ose në ditën e ardhshme, shku te mjeku i syve, mi bëni kontroll me bebza zgjerume, duhet kontrollohet sidomos periferia e retinës, shikohet a ka ndonjë dëmtim të retinës, sepse mund në fazat fillestare, nëse nuk ka filluar procesi i shkolitjes, nëse ka vetëm një shqyrje në retinë ose një vrim, ajo mund trajtohet me laser dhe mund stopohet ai proces, nëse vjen deri te shkolitja e retinës dhe nevoja për kirurgji. E qartë, doktor, patjetër më duhet ju pyes këto operacione, intervenime kirurgjike që i përmendet ju, zhvillohen edhe në Kosovë apo? Këto zhvillohen në Kosovë, viteve të fundit kanë filluar më zhvilluar edhe në klinikën në Prishtinë, e në qendra të tjera nuk zhvillohen. Nuk bëhen as, sa di as privatisht nuk bëhen. Spitale rajonale nuk bëhen, kanë filluar më bëhen në qendra klinikë universitare. Mirë po ka shumë vite që bëhen në qendra klinike private. Janë të para që kanë filluar më bëhen. Flasim pak për problemet, po sëmundjet të cilat trajtohen me këtë kirurgji, po kirurgjinë vitreoretinale dhe kur rekomandohet. Keni sjell po ashtu disa foto, kërkoj nga regjia na prezanton fotot. Unë vetëm i përmenda disa për arsye. Për shembull, këtu është një gjakderdhje si në video që e pa, është një gjakderdhje në retinë e cila ka çuar retinën, e ka shkolitë dhe në këto raste duhet bëhet çaj trajtimi që bëhet një injekcion në retinë, shkrihet ky koagull i gjakut edhe në fund syri mbushet me gaz për disa ditë dhe pacienti duhet të ketë një pozicion caktuar ta mbajë. Në fotografinë e radhës shihet gjendja postoperative, pra pas operacionit është shkrija ai koagull është largu komplet gjakderdhja. Te këta pacienta duhet me ditë që edhe është shumë pjesë e ndjeshme, është organ shqisor, është ind nervor, janë fije nervore, nuk
në disa raste nuk kthehet shikimi si kur më herët për shembull. Po ky pacient prapë shumë i lumtur se prej gjendjes ku ka një verbt, mas trajtimit e ka një shikim që nështë amrin edhe me lexu ma aty, ka një, sepse për me lexu të vyn një 30-40% e funksionit të pamërit, për me arrit me lexu, është një dallim shumë i madh në kvalitet jetës, edhe kur nuk i dihet çka ndodh në syrin tjetër. Patjetër. Pra ata duhet edhe më kujdesë shumë, edhe në Gjermani shoh pacient që thonë e kam edhe një sy, kështu që s'ka problem. Pa ki edhe një sy, po dhe ai syni mund pas njëjtat probleme. Edhe ai mundet për një arsye mu vërbua, atëherë ai sy që është shumë i dopt tjetri, është me si syr më i mirë. E qartë, e kemi ndonjë foto tjetër, regjia? Po, kjo është një membrane peritinale ose glioze peritinale, për shembull, në pjesën e sipër me retinës zhvillohet shpesh një membranë e cila e tërheq dhe deformon në mënyrë komplete makullën pjesën e të pamërit qartë. Edhe në këto raste duhet të operohet, largohet edhe një shtresë, një shtresë e retinës, edhe në foton e radhës shihet rezultati pas operacionit. Foto tjetër. Po, për shembull këtu ta shihet që ka ndru forma komplete e retinës, sepse me agjendje që e pam, ajo ta jep një shikim totalisht deformuar, edhe të cili pengon shumë se nëse një sy dërgon imazhe tjetër, syri tjetër dërgon imazhe tjera, atëherë kur kombinohen, shkaktojnë konfuzion në tru dhe kjo i pengon njerëzve. Për shembull, kjo është tash një foramen ose vrim në makull, shihet aty në mes, ajo është qendra e retinës, ku kemi një defekt të retinës. Edhe kjo gjendje, nëse vazhdon e patrajtuar, edhe kjo mas disa muajve suksesi i operimit, edhe nëse ka sukses operacioni, aspekti funksional është shumë i dobët dhe është arrihet pak. Mirë po, në këtë rast, kur operohet një javë të para, mundet më mri shikimi pothuajse si ka qenë. Varet edhe kjo, çdo rast është individual edhe nuk mundet më parashiku që shka më konë, pamja mas operacionit. Mirë po, pacientët i kanë gjasat e mira për mirë këthy një shikim, edhe nëse jo plotësisht, sikur shikimi ma hershëm, mi këthy një shikim që është thuja normal, me cilë jetë normal, vozit, kry një gjdo pun jetën e përditshme, pa marrë parasysh profesionit, kish më konë për nej pilot problem shumë i madhë, po për shemë një shofer, s'kish më pas problem kur kjo trajtohet edhe ka sukses. E qartë, kemi edhe çka tjetër prej fotove? Kjo gjendja post-operative, pra kur në atë pjesën që është si një ullje retinës aty shihet, kështu duket normalisht një retinë. E përmend verbimin, për më interesant, cilat janë ato gjendet të cilat qojnë të verbimi plot, do thot irreversibili pa kthysh. Për gjendjeve që i pam, për shembull, gjakderdhja në trup qelqor është një gjakderdhje e cila çon në verbim, mirë po jo të pakthyeshëm. Nëse nuk trajtohet, edhe nëse gjaku met në atë pjesën mes lensit e retinës, edhe nuk kanë mundësi rrezet e dritës me kalu deri në retinë, atëherë personi është i verbët, mirë po edhe mas shumë kohë nëse trajtohet. Ato raste kanë gjithmonë sukses sepse retina është e ruajtur, pra indet janë funksionale, mirë po ekziston një pengesë në kalimin e dritës deri në retinë. Mirë po nëse kemi një shkëlitje të retinës, cila ka muaj ose vite, ato çojnë në moment çojnë në verbim. Mirë po dhe trajtimi pa marrë parasysh a bëhet ajo nëse bëhet shumë vonë çojnë në verbim, ato gjakderdhjet në retinë çojnë në verbim për një kohë relativisht shkurtër. Foramenat e makullës çojnë po ashtu në verbim se ligjërisht verbimi nuk është vetëm të pamërit vetëm zikur, na nuk muj mas dritën mi pa. Aja shkalla marron e verbimit, po, dhe dikush që shen shumë dopt e i she vetëm format, edhe aja është i verbër, po ekzistojnë shkallë të ndryshme dhe të verbësisë. E qartë, pra porosia kryesore është këto që duhet me njerë të paraqitet. Porosia kryesore është njerëz që kanë probleme me sy. Njerëz që i kanë ato simptoma që i përmendëm, kanë shohin si shkëndia me një sy, cilat mund shihen edhe me sy të mbyllur ose në ambient të errët. Nëse kanë kësi ankesa, duhen mu paraqit me njerë të mjeku syve, sidomos personat që kanë diabet, personat me diabet duhet me bëjë kontrollat rregullta, patën e s'patën probleme me sy, ata duhet njerë në vjetë me bëjë kontrollat e syve, sepse kur ndryshimet fillojnë, mu shfaqen sy, kjo është rëndësishme edhe për diabetologun, se duhet me
mu pa që pa marrë parasysh terapisë, po ndodhin çrregullime në organizëm, mirë po organi vetëm kur na mujmë pa këto çrregullime në mënyrë direkte është syri. E personat që kanë ndryshime diabetit në sy, ata duhet çdo 6 muaj, disa dhe në vitin çdo 3 muaj duhet më shku te mjeku i syve. Po duhet më pas e di që këtu kujdesi, sidomos te personat me diabet nuk është e nivel, po për ata është shumë rëndësishme sepse shumë ndryshime ka mundësi mu trajtu me kohë edhe mes mu përkeçsu, edhe kur pacienti e din që ka ndryshime, e din që ka rrezik për vërbim, kjo edhe motivon pacientin për me pas kujdes, me rujt nivelet e sheqerit, me rujt me pas me kontrollu edhe tensionin, kjo është e rëndësishme për ta, kontrolli i nivelit të sheqerit, kontrolli i shtypjes gjakut të pacientat me diabet për retinopati diabetike. Doktor, pam prej videos që keni sjellë ju të punës juaj, po edhe tjerat që i shohim që këto intervenime në sy për publikun edhe për gjithë ne duken shikin parë si të frikshme, por për personat të cilët ju kanë nënshtru, shumica nuk tregojnë për ndonjë dhimbje ose për ndonjë dhimbje të padurueshme dhe shumica jo të padurueshme, po syni është impir ose personi është në gjumë. Mjaftojnë edhe anestezioni lokal. Mjafton anestezioni lokal, mjafton. Edhe jo, pacientat nuk kanë dhimbje gjatë operimit. Duket shumica e njerëzve kanë një ide ndryshe për syrin. Mirë po, shumë ma keq mu vërbu syri se sa me pas ide të ndryshme për syrin edhe milion pa o trajtu. Operacionet janë një për operacioneve matë, s'më me thonë të këndshme, s'ka operacion të këndshme, mirë po ma pak problematike për fazën pas operacionit janë operimet të syrit. Kryesisht gati mënyrë absolute janë pa dhimbje, në ditë të para është e keq, po vjen edhe ajo të përmirësu funksioni, mirë po nuk ekzistojnë problemet cilat kishin mjaftë shumë jetën pacientin pas operacionit. Padyshim. Doktore, përmendën me operacionin, tash flasim para përgatitjen. Çka i pret pacientët, a është ndonjë grup pacientësh me sëmundje të caktuara, mosha të tjera të cilët duhen ndonjë para përgatitje të veçantë? Mosha nuk luan rol, kryesisht pacientat tonë janë pacientat vjetër, pacientat moshë, se problemet më të mëdha të syrit vinë me moshën. Pacientat duhet me qenë stabil si për operacione tjera, nuk ka raste kur, sidomos nëse preferohet ose është e nevojshme anestezioni i përgjithshëm, atëherë duhet bëhet një kontroll të internisti, shihet që gjendja e zemrës për shembull dhe organizmin përgjithësi e përballon një anestezian. Ajo është më rëndësi. Te këta pacientët që operojnë me anestezian të përgjithshëm, për shembull nuk luajnë rol medikamentet për të hollimin e gjakut. Personat që marrin kësi barna edhe operojnë anestezian të përgjithshëm nuk e kanë asnjë rrezik dhe nuk duhet me ndërprej. Kur kemi raste që duhet të bëhet anestezioni lokal, pije lokale dhe duhet jipen injekcione në afërsi të syrit, atëherë të këta pacienta duhet ndalen, për shembull, antikoagulues të gjakut, varësisht prej preparateve duhet ndalen 24 orë më herë. Ndëgjoj shpesh pyetjen për aspirina, duhet ndalet aspirina, po na atje nuk e preferojmë ndaljen e aspirinës deri mirët njërë të vazhdueshme, mirë po antikoagulues duhet ndalen edhe po krejt të bonin bisedë informative me mjekun familjar ose me internistin. Pra, ne japim këshilla, mirë po vendimin e marrin ata për operim. Nëse ka një pengesë për shembull, atëherë edhe e ndrojmë metodën. Nëse ka një pacient që nuk mundet me nal antikoagulues, ka rrezikun shumë nal nëse i nal, atëherë e operojmë në anestezian përgjithshëm edhe s'ka problem. Po gjasat e rikthimit problemit pas operacionit, sa janë mundësit? Mundësit ekzistojnë gjithmonë, edhe çdo operim i ka komplikimet e veta. Për shembull, çdo operim sy, çdo operim intraokular, pra menda kokordhokull e syrit që bëhet, e rrit pak rrezikun për shkolitje të retinës. Edhe për ato edhe këtë pacientave që operohen si në katarakt, si në retinë, ju japim njëjtat këshilla që nëse i kanë çdo simptoma, ankesat që i përmendëm, gjithmonë të paraqiten pa termin, të vinë direkt atë ditë ose nëse është mbrëmje problemi, le të vinë ditën tjetër
paraqiten të shikojmë ka diçka sepse komplikimet që ndodhin edhe trajtimi i tyre është shumë më i lehtë në ditë të para se sa kur vështirësohet gjendja. Nëse ekziston për shembull komplikimi më i vështirë ose më i rëndë që mund të ndodhë pas një operacioni në sy është endoftalmiti. Është një infekcion i pjesës brendshme të syrit që çon verbim. Mirë po nëse e trajtojmë në ditën e parë, në ditën e dytë, ka shumë gjasa më rujt dhe më pështu shikimi. Zgjatja e rikuperimit. Dhe a ka ndonjë veprim cilën të operuarit nga kirurgjia e syrit duhet t'i zbatojnë ndonjë aktivitet caktuar? Po, varësisht prej arsyeve për shembull, prej diagnoza problemeve që i kanë edhe teknika e operimit ndryshon edhe çysh trajtohen. Shumë raste për shembull që kanë shkolitje të retinës ose ato vrimat në retinë që i pam në qendrën makull, ato në përfundim të operacionit hapësira e trupit qelçor, ku është trupi qelçor, mbushet me një gaz, që është gazi ekspandueshëm, pra në ditën e parë ose në ditët e para varësisht prej gazit që përdoret, e rrit vëllimin në mënyrë të vazhdueshme. Ata duhet mi marrë një pozicion të caktuar, varësisht ku është shkyrja e retinës, ju preferohet ndajt me kokë i shtrim në anën e majt, në anën e djathtë ose nëse janë pjesën e sipër me damet, atëherë duhet më ndajt me pjesën e sipër ose ult, po edhe kur të flan me flajt me pjesën e sipër me trupit të ngritur, për shembull me 2-3 styk ose kështu. Ka raste kur syri mbushet me vaj, në ato raste kur vrimat janë pjesën e poshtme të syrit ose ka disa gjendje më të rënda të diabetikët. Pa marrë parasysh, mbushet syri me vaj, ata nuk kanë nevojë për një pozicion të caktuar për shembull. Mirë po pas operimit duhet evitohen disa aktivitete, 2 javë të para, 3 javë të para. Mos shkojnë fitness, mos bëjnë aktivitete që më të rënda fizike, preferohet mos të bëj sport, mos me luajt tenis, se mund të më marr në gjendjen post-operative një lëndim me top ose kështu. Ditëve të para duhet që mos t'i fërkojnë syt, mos t'i shtypin se e rrisin edhe mundësinë për komplikime si infekcionet. Javën e parë preferojmë që flokt ose kokën ta lajnë sikur të frizeri me kokë prapa, pak që syri mos të binë kontakt me ujë të kronit. Se nuk është ujë steril. Patjetër. Doktor, po lartësit, do thotë fluturime shkumi me makinë në bjeshk ose edhe alpinizmi. Kur e përdorim mbushjen e syrit me gaz, sepse edhe ai gaz nuk rrin shumë gjatë në sy, por rrin 1 javë deri në 2 javë, mund edhe pak më gjatë në varësisht prej llojit të gazit që përdor. Mirë, po çështja këto janë gazet që edhe e rrisin vëllimin. Përgjithësi prej karakteristikave fizike që i kanë, nëse ka gaz dikush në sy nuk guxon më thu, sepse ndryshimi i lartësisë mbi detar në mënyrë të shpejtë ndryshon edhe vëllimin e gazit, kjo arrit shtypjen në sy, shkakton dhimbje, mund të quhet verbim. Mirë po edhe udhëtimet me makinë, nëse në mënyrë të shpejtë ndryshohet lartësia mbi detar, nuk preferohet bëhen, për shembull, prej rrafshit, për nivelit detit, mund më udhëtu më të shpejtë, brenda një gjysore mund gjiten lartësi 2-3.000 metra. Kish mi pas njëjtat probleme, edhe pse ndryshimi nuk është aq i shpejtë i shtypjes sikur me aeroplan. Në këto raste kur kanë më udhëtu me kerr, ju preferohet mos më udhëtu ose mi bë me pauza që mu adaptu, mu aklimatizu një farë forme syre, mu adaptu shtypja gazit gradualisht, edhe shtypja në sy. Para se ta ndryshojmë pak temen dhe të flasim për një ndërlojët më të shpeshtë, unë kujtoj të intervenimeve kirurgjike në sy, kjo është kirurgjia kataraktës, të cilët ajo më patjetër që e performoni aty ku punoni. Deshta që pyesa, keni edhe ndonjë porosi ose diçka tjetër lidhur me temat? Lidhur me këto tema që i patëm, ato që i përmendëm. Në rast se njerëz kanë ankesa, ja vlen, ja preferohet sa më shpejt të shkojnë ta bëjnë kontroll të syve, se mundësia për mu kontrollu është aty, ka mjek të syve në spital, ka mjek të syve privat, gati për mëngjesit deri në darkë kanë mundësi mu kontrollu njerëz. Kështu që s'ka arsye time që s'pa ata mundësi, mirë po
ka probleme që shumë lehtë trajtohen, po nëse janë pa trajtuar kanë më shkaktuar problematika shumë dha që shkaktojnë edhe invaliditetin një. Që gjithmonë kisha thonë që kush ka një problem me sy mos ta injoroj ose mos pres që spari ka lënë vetë, nëse nuk ka lënë vetë tek atëherë më shku më kontrollu. Ma mirë të jesh i sigurt se sa ma vonë më afish më. Patjetër. Shumë e vend. Doktor, kirurgjia kataraktës, nëse s'gabojnë përdoren kohëve të fundit teknika të ndryshme. Ju keni sjell një video një intervenimi t'juaj. Po. Kisha pas dëshirë video 4. Ta komentojmë pak si zhvillohet edhe mandej disa çështje tjera lidhur me këtë. Kirurgjia kataraktës zhvillohet edhe kjo kryesisht në anestezion lokal. Unë më bo me mpimje të syrit me një injekcion, mirë po shumë bo tash edhe me ekziston mënyra më bo veç me pika më mpi syre dhe më operu katarakta, është një pi problemeve kryesore të syve me mosh. Për shembull, ky rast është kur lensi është totalisht i turbulluar edhe pacienti është i verb. Mirë po vetëm disa minuta ndajnë verbrin për shikimit mirë në rastin e tij në këtë operacion. Edhe këta pacient përpara u konë shumë ma sfiduese edhe për pacientin mu trajtu. Sot trajtohen shumë ma herët, nuk pritet marrë deri në këto gjendje janë kryesisht rralla, sot përpara në konë shumë ma të shpeshta. Ekziston ose përmendoj që të na është të kriju kultura mu trajtu katarakta, ndoshta edhe pak më herët, mos më prit derisa të verbohen syt e tek atëherë më shku më operu, sepse edhe kjo është një pjesë operimeve, ose ky është operacioni që më i shpesh që kryhet në botën moderne, pse edhe në këtë botën. Përpara ka qenë ideja se pa ta them ashtu formu komplet. Pa u pjek përpara. Pa u pjek përpara, e jo në faza fillestare tash kanë ndru, këto koncepte kanë ndru. Po, në faza, edhe sot nuk e trajtojmë në faza fillestare, derisa kjo nuk bëhet e bezdishme për pacientin, derisa ati nuk i pengon. Nëse nuk është relevante katarakta, edhe nuk e operojmë, në faza fillestare nuk e preferojmë me operu, sepse pa marrë parasysh që kjo operacioni më i sigurti që ekziston për operacioneve më serioze që bëhen, prap ekziston një përqindje e ulët në 1% që mund me pas komplikime, për shembull një infekcion i syrit si endoftalmiti që përmend ose shkoliti retinës. Këta nuk janë as në përqind, janë në promil të raste shpesh. Po nëse nuk është nevoja, nuk e preferojmë për ato fazat fillestare që pyetje. Mirë po kur dikuj ulet shikimi për shkak kataraktës në 60% dhe më pak, atëherë veç në kohën moderne njerëz vozisin, jetojnë në ambiente me dritë artificiale, kur kanë katarakt, kjo veç shkakton pengesa. Doktor, ka lenta të ndryshme të cilat artificiale që të implantohen me largimin asaj natyrales, do thot ato për shikim veç në largësi dhe ato për shikim në largësi dhe në afërsi. Po. Dhe cilat janë ato që ju i preferoni ose i aplikoni më shpesh në klinikën e juaj? Në përgjithësi, aplikimi më i shpesht është i thjerrzave monofokale, pra për një distancë. Ekziston sot mundësia, është një formë luksit thjerza multifokale. Nuk ju preferojmë pacientave për shembull që kanë ndaj smundje të retinës, sepse këta nuk krahatohen mirë, pra dhe duhet mu kuptu mirë thjerrzat multifokale, na thojmë që shohim afër edhe larg, mirë po nuk shem sikur enerni me ato thjerza. Edhe një prej këshillave kryesore ose gjanave që duhet mi ditë pacientat është që edhe nëse shkon e merr një thjerz multifokale ose pagun për ta, pritjet nuk duhet me qenë që kime pas sikur me syt është nosh kur e ka njëri, ose nuk janë ata syt fëmijëve që të nohen. Nuk janë syt ri, po janë për momentin nështë korrigjimi ma optimal që ekziston. To sigurisht që kanë marrë të përmirësu. Kështu që ekziston një pjesë e pacientave dhe në bazë dëshirës tyre preferojnë. Ata që kanë nevojë që dojnë gjithsesi mos me bajt as fyze për afër as për larg, ju preferojnë thjerrzat multifokale, mirë po me një grumbull të këshillave edhe në fakt duhet me kallëzu realitetin që është. Pas pritje enorme që mas operimit mu të shpru, ose mu shgëny.
E qartë. Do të thotë disa edhe pak pyetje lidhur me këtë temë, se mi ka fundi emisionit. A është e përhershme si intervenim, do thotë, a ka nevojë ndonjëherë që thjerrëzat artificiale të zaventësohen kur ndodh kjo, edhe mund të turbullohen këto dhe prej ndonjë problemi shëndetësor që mandi duhet. Apo po më intereson se është një mit që mendohet që nëse i vendos njëherë thjerrëzat artificiale ka përfunduar, nuk ka mundësi mu rivendos tjera. Cili është mendimi? Thjerrëzat artificiale në shumicën absolute të rasteve nuk turbullohen përsëri. Mirë po, një numër shumë i vogël të tyre edhe mund më turbullu vetë lensi. Ajo që ka ndodhur më shpesh është turbullimi i kapsulës lensit natyrale, e cila rruhet edhe në ta që si qesk futet lensi artificial. Kur pjesa e tij qendrore turbullohet, atëherë kjo quhet katarakt sekundare ose pas katarakt. Në këto raste ekziston një mundësi e një trajtimi relativisht lehtë me laser, cili nuk është operim, nuk ka nevojë për pirje ose diçka. Ato trajtohen shumë lehtë. Kjo pra ekziston mundësia më turbullu lentat, pas katarakta shumë shpesh, të 1/3 deri në 1/4 pacientave pas operimit kataraktës. Mirë po turbullimi i lensit është ekstrem i rrallë. Ekzistojnë varësisht edhe për tipave të lensave. Ka raste kur një kontingjent i lensave ka dalë me një defekt, mirë po kjo për fat keq mirret vesh shumë vite pas operimit, kur fillojnë më turbullu lensi artificial. E ka pas raste edhe në Evropë me prodhues evropian, ka një prodhues holandez i lentave që ka pas këtë problem. Edhe na momentalisht hala kemi pacientat të cilët i ndrojmë lentet artificiale, thuaj absolut kanë qenë pacientat që kanë pas këtë tip të lensit. Pra procedura është e njëjtë. Procedura është e ngjashme, po jo e njëjtë, se te operimi i kataraktës ndryshojnë procedurat, se duhet hapet lensi, duhet largohet lensi i vjetër. Në këto raste, varësisht prej gjendjes në cilën është lensi, ekziston mundësia mu largu lensi, mu fut lensi i ri, varësisht prej gjendjes së qesës kapsulës, atëherë vendoset çysh do të fiksohet, do të fiksohet në kapsulë, do të fiksohet në mbi kapsulë, quhet në sulkus, apo të bëhet një është të quajtur fiksim intraskleral i lensit. Doktor, për fund, është pak si trend për moshat më të reja, sidomos largimi i dioptrisë me laser, ashtu quajtur. Do thotë jo me probleme, jo personat që kanë probleme me katarak, po nuk dëshirojnë të mbajnë syzat për arsye të veta. Po. A preferoni jo për çdo arsye largimin e dioptrisë? Po, mirë po edhe aty duhet në një formë të filtrohen pacientat që janë kandidat për atë punë. Ekzistojnë pak kontraindikacione për largimin e syzave me laser ose trajtimin e korneas me laser. Këto është një ashtu quajtur keratokonus, kur është një dopsie e indit korneas. Ato raste janë kontraindikacion absolut, pra nuk lejohet sepse e trajton sot mirë, po merr një kohë shumë të shkurt, kanë me fillu më shfaq, më keqsu situata. Unë preferoj, kam preferuar dhe familjarëve të mi, nuk besoj edhe për veti kisha bu. Qartë. Do të thotë shumë faleminderit, kjo ishte pjesa zyrtare e emisionit. Rezervoj drejtën edhe për pyetje personale, e cila mund të jetë më gjatë, po ashtu situatat me ju. Do thotë veç për përmendi se ju jeni anëtar i një familje e cila ka shumë lidhje me shëndetësi. Tu fillu prej gjyshit ju të ndjerë Kanana, Skënderdyla, i cili për mu dhe jo vetëm për mu ka qenë një super ekspert për sigurimin shëndetësore i profilit evropian, të cilin për fat keq unë nuk e di që akoma kemi. Edhe kemi dedikuar një emision të plot Bota Skënder për punën që ka bëu edhe për një shkrim edhe për një publikim të tij.
Mandej baba juja është mjek po ashtu, doktor Shejni Roka, nëna është oftalmologe, besoj që ka pas ndikim s'paku intuitiv, mbase edhe ajo, po patjetër indirekt, është doktoresha Shukeni Roka, bashkëshorta juja është specializuar në oftalmologjisë, prindët e saj janë doktoresha shqipe është mjekë familjare, doktor Flamuri internist, gjithë në rast, por njerëz shumë të mirë, edhe mandej edhe profesionista të shumë të vlerësuar. Tash ti po foli pak për ju, për ata që s'ju njohin, ju keni ardhur në stazh kur edhe unë kam qenë si kryeshef i qendrës kryesore mjekësisë familjare dhe kemi pas shumë stazhera të mirë, po nëse i përmendin 2-3, gjithsesi unë për atyre të mirëve që kanë lënë mbresa shumë të mëdha gjithë kolektivit në radhë por me sjelljen njerëzore edhe korreksinë ju patjetër. Edhe mu m'bje keq për ato që shka njëherë për herë s'paku shpresoj kemi humbur na edhe i xhelozoj pak gjermant, po sido që tjetë kom një pyetje. Ju keni edhe një vëlla, një menaxher shumë suksesshëm i cili mirret edhe me biznesin e juaj familjar, i cili po ashtu për fat është suksesshëm, që bëhet fjalë për klinikat e juaja që keni edhe në qytete të tjera. Mos ta bëhet pyetjen Edit që e bën shpesh, po a kem ndonjë shpresë, nëse jo për të afërm bile ta kthyrëm për të ardhmen. Po shpresë. Unë qëllim e kam hala më kthy në Kosovë, mirë po për arsyena private që momenti i kthimit nështë nuk është momentalisht saktë i parashikueshëm. Për më kthy me jetu në Kosovë, më kthy me punu në Kosovë, besoj relativisht shpejt, kam e fillu, jam edhe në bisedime me një klinik e në Prishtinë që ndoshta marrë vetëm për operime, për aspekt operativ. Ta shohim. Mirë po qëllimi është aty. Gjithsesi është shumë kënaqësi kudo që të jeni suksesshëm edhe shpresoj që jeni të lumtur edhe të shëndetshëm gjithë kushdo që punon jashtë edhe tonë jashtë, sepse me të vërtetë ndihma juaj dhe përkraja juaj për vendin tonë është gjithmonë shpesh është përcaktuese. Atëherë unë me kaq e kisha përfundu emisionin, faleminderit edhe herë, shpresoj që ku të vini me punu së shpejti, shpresoj në Kosovë prapë do të takohem në ndonjë emision të radhës. Faleminderit shumë të ju. Dhe atëherë na mbetet vetëm t'ju falenderoj për durimin dhe për përcjelljen e emisionit, kaq kishim për sonte, bashkë mirupafshi. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.